të na mbrojë nga çdo e keqe, të na mbrojë dhe prej shejtanit mallku, po njëkohësisht edhe prej të keqes, prej vezveseve tona. Fillojmë me emrin Allahu, falës i madh, mëshirues i madh, si jetën e kësaj bote dhe jetën tjetër në ahiret. Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut Zotit të gjithësisë që na mëson. Dhe ta falenderojmë natë ditë për këtë mirësi dhe për këtë begati që pak njerëz e kanë atje ku jetojmë ne. Pa inshallah me nxitjen e juaj, duke marrë shembull të mirë për jush, edhe ato të drejtojë Zotit që ne të madhërojë. Allahu ju mëshirojë. Nuk do t'ju lodhem se mjaftin i të lodhem, po inshallah ke lodhje do t'jetë hajër. Ose si do a them, lodhje për të fituar xhenetin. Pra në lodhjet më të hajrit, më të mirat, është pikërisht që kjo lodhje. Edhe shpenzimet inshallah të jenë për të fituar xhenetin. Tështi mas parit do ta dim pse kemi ardhur në këtë jetë. Kush na solli në këtë jetë, edhe ku do të shkojmë mas kësaj jete. Edhe shumica e njerëzve në përbot, Allahu xhallahu thot, fa aktharuhum la yu'minun. Shumica atyre thot nuk besojnë. Janë gjallë, thot, kanë sy nuk shohin, kanë vesh po janë shurdhët. Elhamdulillah ju Allahu xhallahu ju ka zgju mendjen, ju ka zgju zemrën. Edhe për këtë grup Allahu xhallahu thot në Kur'anin e Madhëshëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Dhalike il-kitabu la rejbe fi. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim ndër. Edhe alhamdulillah ju keni pranuar këtë libër, Kur'anin, nga fjalët e hoxhallarëve, që u kanë thonë aty nëpër xhamia. E keni marrë këtë libër dhe e keni pranuar, e keni besuar. Pra është libër thotë në cilin nuk ka dyshim ndër. Dhalike il-kitabu la rejbe fi. Hudan lil muttaqin. Edhe ky është udhëzues për njerëzit e devotshëm. Pra, ata që udhëzohen janë dashurit e Zotit. Ata që falen janë dashurit e Zotit. Ata që shkojnë në xhami janë dashurit e Zotit. Ata që hecin me këtë dinë janë dashurit e Zotit. Ata që kujdesen për veten dhe familjet e tyre janë dashurit e Zotit. Edhe s'ka se si mos kujdesesh për familjen tënde nëse nuk je i afërt me Zotin që ne kërkojmë. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Këto janë në ata, thotë Allahu xhallahu që i besojnë të mqeftës. Çka është të mqefta? Në ata i besojnë, për shembull, diellin e shohim, hanën e shohim, tokën e shohim, detin e shohim, objektet që i shohim me sy, po janë disa gjëra që do të besohen pa u parë me sy. Pse? Urdhoni Modhi Zot në Kur'anin e Madhëshëm, edhe këto nuk diskutohen më. Alladhina yu'minuna bil ghaib. E fshehta është, për shembull, shpërblimi që jep Allahu. Ne dimë që e kryejmë umrën nga ona fizike, nga ona shpirtërore, lëvizim, hecim, shkojmë në xhami, bëjmë lutje, ama shpërblimin e dimë që e jep Allahu, ose çka është shpërblimi? Sa i madh është shpërblimi? Si do ta përjetojmë shpërblimin? Ne këtë se kemi përjetuar, s'mund ta përjetojmë në jetën e kësaj bote, po ku do ta përjetojmë? Tek Allahu xhallahu. Në ditën e llogarisë. Në ditën kur të na lehtësohet llogaria, atëherë do ta besojmë më mirë. Por Allahu xhallahu thotë to janë të ndinjë që e besojnë. Edhe kjo është më e rëndësishme, që ta besojnë para se të ndodhi. Si këshillat që i jep për shembull një fëmijë, baba, nona, e këshillon atë me kujdes. Kjo rrugë nuk të nxjerr mirë. Kjo të nxjerr mirë. Ai ti shofi herë, ti shkelë do të rrugë, ja, nuk bën kështu. Ke çështje jonë jo. Pra i besojnë të fshehtës. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Këta falin namaz. Pasha Zotin, këta janë njerëz veçantë. Bëni prej tyre. Elhamdulillah. Deri në këta minuta jeni prej tyre. Edhe ai që ka ardhur për herë të parë në është fal, s'është fal, është nda nga veprat e këtij apo s'është nda, po inshallah kur të shkojë stakohet në më. Këtu i kemi vëllezërit mes tonë, që kanë ardhur për herë të parë në hax. Edhe njëri merr vendimin, thotë, sa të po të hiqin në shtëpi, do ta largoj alkoolin. Edhe do të vazhdoj thotë të fal 5 kohë namazit. Një vëlla tjetër, Zoti e beko, ishte me ne vjet numër këtu, i tha shoqës së shtëpi, "Alejkum, selam aleikum." Të lutem tha, ato bindet e alkoolit tha, me mi nxjerr prej shtëpie.
me I thy, as me ja falë kuj, se ka të gjinotër. Edhe I thot vllai që I kishte këtu, ishën bashkë, kujdes thot, jo ka shpejt, nuk do t'i shkatroj, thot. Shka në zona haram do t'i shkatroj. Edhe përfundimisht kështu veproj. Të shte ishin njerëzit kë shpije për vizik, ora me gjithë, me një nda me alkoholit. Problemi e nda vetë, na e nëzirë ne. Ja, nuk bënë. Ate që se hanë vetë, as tjetërit nuk se jetë. Se ti përruar vetë, po shqen tjetërit me haram. Po ju kimu në salat, këta falin namaz. Thotë Allahu të rëgjëru, ky grup I devotshëm, që I besojnë edhe të qefës, besojnë në këtë libër që është libër hyjnar, që Allahu të rëgjëru ja zbriti, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Xhibrilit, këta s'din më. Vallai, ai burr që nuk I ka 5 kohë të namazit, them se mas këtij minuti do t'i vazhdoj. A do më regjistru ke njerëzit e dashur të Allahut të rëgjëru, ke njerëzit e xhenetit. A do më regjistru ke këta njerëz, fillon namazin. Pra edhe nonat, motrat, vajzat, Zoti I bekohet. A e dini se një burr tha, është më mirë për mu të dalë para Zotit, tha, me I grua që I kam hamër para të punarës, se sa të dalë me I grua që s'falet. Pse? Po s'do jenë bashkë. Nuk do jenë bashkë në xhenetet e larta. Por ne ja dham fjalën në tjetër për jetën e kësaj bote, edhe kur ja bëjmë lutjen theme, o Zot, sigur I bashkohen jetën e kësaj bote, bashkohen edhe në xhenet. Po kot nuk bashkohen. Bashkimi do I lidhi. Edhe lidhja jonë që ta bashkon është namazi. Pra më fal bashkëtorës bashkë me burrin. E nëse do të thotë një nga nonat që vallai s'm falet bashkëtorti, mos u mërzit.